Arizi ka vijuar të shtrenjtohet ndjeshëm në tregjet ndërkombëtare pas përshkallëzimit të tensioneve në lindjen e mesme. Një fuçi naftë po shitet aktualisht me rreth $91, duke regjistruar nivelin më të lartë në 2 vitet e fundit. Ky shtrenjtim erdhi i nxitur së fundmi për shkak se Katari ka paralajmëruar se i gjithë prodhimi i naftës në gjirin persik mund të ndalet brenda pak ditëve. Nafta e papërpunuar Brent u rrit me më shumë se 12% gjatë së premtes, duke regjistruar nivelin më të lartë që nga vjeshta e vitit 2023. Parashikimet janë të zymta dhe vlerësohet se nafta mund të arrijë në $150 për fuqi nëse konflikti me Iranin vazhdon gjatë javëve të ardhshme. Analistët paralajmërojnë se nëse çmimi i naftës dhe i gazit mbetet i lartë, kjo mund të nxjisë inflacionin në ekonomitë kryesore botërore, si Mbretëria e Bashkuar apo Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku ka qenë në një trend gjërësisht në rënje. Rreth 1/5 e furnizimit botëror me naftë zakonisht transportohet përmes ngushtisë së Hormuzit çdo ditë, por trafiku përmes këtij kanali të ngushtë pothuajse është ndalur që kur ka filluar lufta SBA-Izrael me Iranin fundjavën e kaluar. Bllokimi i ngushticës mund t'i bëjë mallra dhe shërbimet më të shtrenjta në nivel global dhe të godasë disa nga ekonomitë më të mëdha në botë, përfshirë Kinën, Indinë dhe Japoninë, të cilat janë ndër importueset kryesore të naftës bruto që kalon nëpër këtë rrugë ujore. Lufta në lindjen e mesme ndaloi transportin detar përmes ngushticës së Hormuzit, duke çuar në një ndërprerje të madhe të furnizimeve globale me karburant. Ngushtica përdoret për të transportuar afërsisht 20% të furnizimeve të naftës bruto në botë.